Në Spitalin Rajonal Memorial vazhdojnë të realizohen me sukses angiografik cerebrale dhe trombektomin mekanike. Mjekët shprehen se janë procedura të avancuara që përbëjnë standardi modern të trajtimit të urgjencave neurovaskulare. Në Spitalin Memorial, prej më shumë se 3 vitesh, kemi ngritur një nga shërbimet më moderne për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve vaskulare të trurit, ndërsa aja cerebrale në lejon të shohim me saktësi enet e gjakut të trurit dhe të identifikojmë aneurizmat, stenozat dhe çdo problem tjetër që mund të çojë në komplikacione serioze për jetën e pacientit. Prej një viti në Spitalin Memorial realizohet procedura e trombektomisë mekanike, e cila është trajtimi më efektiv i goditjeve ishemike në tru. Me anë të kateterëve, arrim në enën e gjakut të bllokuar dhe realizojmë heqjen e gjakut të mpiksur, duke dhënë mundësinë pacientit të rikuperohet plotësisht. Kjo ndërhyrje është një ndërhyrje që shpëton jetë dhe u ndjeshëm pasojat e invaliditetit. Forca jonë është ekipi multidisiplinar i cili përbëhet nga mjeku neurokirurg hibrid, mjekët neurolog intervencionos dhe teknikët tanë të cilët janë të specializuara për përdorimin e angiografit. Të gjithë si ekip punojmë çdo ditë 24/7 për të mirën e pacientëve tanë, për të dhënë atyre një shërbim të shpejtë, të sigurt, efikas, duke u bazuar në protokollet e fundit të strokut dhe në nivelet të larta europiane. Gjatë vitit 2025 janë kryer mbi 250 procedura me rezultate të suksesshme fal teknologjisë së përparuar dhe aparaturave të imazherisë së gjeneratës së fundit, ku ekipi mjekësor arrin të diagnostikojë në kohë duke realizuar ndërhyrjen e menjëhershme dhe jetë shpëtuese.